Quhem Qëndresa Gashi, jam 19 vjeç, jam nga Prishtina dhe studioj për gjuhë angleze. Përveç muzikës kam edhe pasione të tjera, një ndër pasionet e mia janë edhe gjuhët, e kam pasion edhe pikturën, më jep mundësi që të shprehem më lehshëm. Në familjen time të gjithë e kanë qejf muzikën dhe këndojnë në çdo festë familjare, por unë jam e para që do ta provoj në një skenë të madhe. Para se të nxitem në skenë, kam edhe frikë edhe ankth. Nëse asnjëri nga trajnerët nuk do të kthehej, do të zhgënjehesha shumë, sepse kam punuar shumë. Wow! Bravo, Lisa! Ore! Qa do mu? Osa është dërbjellët ishe shumë interesante. Si quesh? Qëndresa Gashi. Qëndresa. Qëndresa, sa vjeç je? 19. 19, fare re. Shumë stil, brenda karakterit, më pëlqeu shumë përzgjedhja jote muzikore. Je shumë sweeti. Deri shumë. Unë pata dyshime se në fillim e fillove pak jo stabile. Edhe këtë falcetin e parë, këtë kësimin e parë, nalti këtë kape mirë dhe thash, okej. Po mandej gjitha herë të tjera kur u përsërita e pjesë këtë qenë e shkëlqyme. E kini zo pak që është metalik, që duhet pak me ta gdhen, vish pak me ta nxjerr pak ma mirë. Pak si fëminor. Edhe je pak e ngurt. Dush me shliru pak. S'ki nevoj me qena që ngurt, se ki vokalin e mirë, ki vesh, dush me qenë ma e shlirë. Po, besoj që ka mënyra, jo besoj, po e di që ka mënyra që shumë letë me i zgjidh këto probleme dhe me vazhdu të ute. Tash është momenti me zgjedh, apo? Kjo është momenti... Kjo është momenti i së vërtetës. E kam pak vështirë. Mikrofonin e dashur? Sa rrove. Po e zgjedh Vjencin. Po motra jote që feston të shumë lezetshëm. Ishte të sa e lumtur. Shiko, mos e brit mendjen se vrau një çik gishtin përpara, prandaj po qan. Okej? Që nuk është se është shumë mirë. Që ngjyrën e zonit e ka metalike, e thash edhe unë. Po nuk mujta të vaje shtyp butonin habe. Se e kish kjo qika një saktësi, e kish një farsene që... Duan me shku shpi kjo. Si ti nga njerë duhet me besu edhe intuitës. Është gjuna me shku shpi.